vendimi për organizimin, funksionimin dhe fushën e veprimit të policimit vullnetar në kontekstin e veprimtarisë suaj, si u duket? Kjo duhet parë në dy këndvështrime. Në sensin pozitiv që është dhe një eksperiencë e disa vendeve të Bashkimit Evropian që e kanë këtë lloj policimi, tu përfshim Anglinë, Francën, Zvicrën, pra janë disa vende që e kanë aplikuar këtë lloj forme të policimit vullnetar, dhe në sensin me rezerva duhet marrë, kur ajo mund të keq përdoret, sepse mund të shërbejë si bazë ku forca politike mund të fusë militantë dhe t'i përdorë ata për qëllime politike. Më falë, mëse ka për policinë rrugore. Ky është këndvështrimi im i parë në dy drejtime. Jo, me ka për të policinë vullnetare. Unë të drejtën kam pritur dhe kam qenë tek personat të cilët kam iniciuar idenë që një sekondë, Softa, atere, që mos kemi mbi vendosje. Tha Franca, Anglia. Po, nëse ka për policinë rrugore, për pjesën e qarkullimit rrugor, se unë e kam parë këtë, është vetëm për rrugore. A e keni për rrugoren apo edhe për... Jo, e kam për të gjitha, për disa shërbime, jo vetëm thjesht për rrugoren, për disa shërbime, kur themi policim, do të thotë, për shembull Italia ka disa forma tjera të përdorimit të vullnetarëve. Kryesisht Italia ka në sensin e emergjencave civile, për ndihma të ndryshme, për problematikat kur ka ngarkesa, dhe aplikimi në pushtetin lokal, kryesisht për ruajtjen e sigurisë në shkolla, ku ata kanë përdorur projektin Nono Vigile, Gjyshi Roje, ka qenë një projekt iniciuar nga komuna e Torinos, pastaj e Romës, dhe e kanë përdorur kryesisht për një kohë të kufizuar, persona të një moshe të caktuar, stimulohen me një vlerë, vishet një lloj uniforme, po jo uniform klasike, po një vendosi që thotë vullnetar, dhe ato janë vetëm për kohën para hapjes fillimit mësimit dhe mbas që merren thjesht kryesisht për kufizimin e trafikut dhe ruajtjen e sigurisë fëmijëve në shkollë. Po një sekondë, mund ta lëm pak lutem se po krijohet një keq kuptim shumë i madh. Po flasim për policim vullnetar, policim komunitet, po flasim për trafikun, po flasim për qarkullimin. Se ka qenë kod Samir Tahirit. Se kjo ka qenë gjithmonë. Apo po flasim për atë që kemi në VKM, që është policia vullnetare, që ka të bëjë me lagjen, ka të bëjë me falë. Jo, një sekondë, se ka i problem tu, se mënyra si e trajtuat ju është në kontradikt plot me VKM. Unë e kam lexuar, jo, një sekondë. Ja ta dëgjojmë, një sekondë, goxha, jo, se fole pa ndërprer. U tha gabim komplet, nuk është kështu. Ja ta shohim kudo. Nuk ka krahasim. Dëgjojmë deri në fund, por mbas e ka gabim. Objekti i kësaj policie, objekti i kësaj policie është këshillimi dhe konfliktet mes qytetarëve. Absolutisht ka kjo me qarkullimin në shkollë, në trafikin në shkolla, me emergjenca civile kur bie një zjarr. Absolutisht, ja ta dëgjojmë. Ka zero lidhje, pse duhen krahasuar? Ta dëgjojmë Softën se vetëm njërin këndvështrim tha. Se mua vetëm Venezuela më doli. Softa, të lutem, se mbase ka bon dhe GDP-a ndonjëherë. Jo, unë kam kontrolluar. Unë e di këtë të rrugores. Një sekondë, Altin, të lutem, ta dëgjojmë por ç'ke? Mund ta kundërshtojmë, këtu do jemi për ta kundërshtuar Softën, po ta dëgjojmë fillimisht para se ta kundërshtojmë a priori. Po Softa. Iku këndvështrimi i parë. Këndvështrimi i parë ishte suedez shumë bukur. I dyti. Atëre, e dyta është kjo VKM ka një strukturë të cilën e ka përcaktuar se si do të jetë ky lloj policimi në vendin tonë. Pra ka përcaktuar cila është kategoria e personave të cilët mund të punësohen, mënyra se si ata duhet përgatiten dhe një uniform që nuk është e qartë, po thuhet që do të jenë me uniform. Ajo çfarë shohun me rezerva është fakti që i jepen disa kompetenca, të cilët mendoj që janë të papërshtatshme për të përdorur dhe madje të rrezikshme. Për shembull, kur themi që duhet merret me sigurimin dhe mbrojtjen e vendngjarjes, ruajtjen e provave thot, identifikimin dhe marrjen në pyetje të dëshmitarëve. Si dhe çdo veprim tjetër thot që ndihmon hetimin. Kjo është një kompetencë e tepruar, e cila bie ndesh dhe në kundërshtim me detyrat që ka policia e shtetit. Dhe kjo është një kompetencë e cila mendoj duhet parë me shumë rezerva dhe duhet marrë si një konflikt që mund të krijojë. Softa tani duhet unë të kundërshtoj. Një sekond, Softa, të lutem. Një pyetje. Ju lutem Softa. Të thuash që ta marri me shumë rezerva është pak qëndrim as mish as peshk, se ndërkohë VKM-ja kaloi me urgjencë dhe tani thjesht po qepen uniformat.